Dhe inshallah me lejnë e Allahut Gjelle Gjelalu. Inshallah sot do flasim për të mirat ose veçoritë, quajtësi dush ose të fshehtat e namazit të sabahut ose namazit të mëngjesit. E dim që Allahu Subhane Gjelle Gjelalu na ka obliguar me 5 kohë namaz, që janë të obligueshme me argument për Kur'anit dhe Sunetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Keni shumë ajete kuranore që Rabbul Alamin na drejtohet, si drejtohet besimtarve, aqimus salata wa atuz zakata, faleni namazin, jepeni zakatin. Dhe çdo kohë namaz, çdo namaz në veti ka shpërblimin, ka të veçorinë që vetëm i madhi Zot Gjelle Gjelalu shpërblen ashtu siç din Allah Azza wa Jall. Mirë, po sot inshallah sonde do veçojmë për sa i përket namazit të sabahut. Unë jam e sigurt që shumica për ju ose gjitha që sa jeni këtu e di që dini të mirat e namazit të mëngjesit ose të sabahut. Megjithatë ne i bëjmë një përkujtim, i bëjmë fillim e përkujtoj vetin tim pastaj edhe juve, sepse Allah Azza wa Jall thotë fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin, përkujtimi është i dobishëm për besimtarët. Kështu që nëse janë gjëra që i dini, është një përkujtim dhe përkujtimi është për besimtarët, thotë Allahu Subhane Gjelle Gjelalu. Nëse janë gjëra që hera parë që një gjoni ose i mësoni, është një mësim inshallah që Zoti ju shpërblen me të mirat e tij. Fillojmë inshallah për sa i përket të mirat ose të fshehtat e namazit të mëngjesit ose namazit të sabahut. Namazi i sabahut dihet që ka 2 rekate, janë 2 rekate namaz, ka 2 sunete përpara dhe pastaj janë farze, 2 farz mbas. Unë do i përmend inshallah me lejen Allahut Azza wa Jall të mirat e namazit të sabahut. E mira parë thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith: "Men salla subh fa huwa fi dhimmatillah." Kush e fal sabahun, namazin e sabahut, ai është nën mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu. Pra, e mira numër 1 e faljes së namazit të sabahut është që personi i cili ngrehet dhe fal namazin e sabahut, ai është nën mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu. Imam Kurtubi në tefsirin e tij, domethënë kur e ka komentuar këtë ajet kuranor, ka thënë midis fjalëve, midis komenteve që ka bërë, ka thënë mirë ai i cili e dëmton një njeri i cili e ka fal namazin e mëngjesit, namazin e sabahut. Pse? Sepse ajo është në mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu. Pra, kemi të kujdesshëm që mos t'i dëmtojmë. Normal që muslimani nuk do të dëmtojë kërkën, as me dorën e tij, as me gojën e tij, kushdo qoftë ai njeri, ne nuk duhet dëmtojmë kërkën, as me gojë, as me dorë, sepse këto janë porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto janë porositë, këto janë mesazhet e fesë tonë, e islamit tonë. Megjithatë, sidomos për shembull ato njerëz të cilët e falin namazin e mëngjesit, ato janë në mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu dhe nuk guxon dikush ti nënshtroj ose ti ngacmoj ose ti bëj dëm. Pse? Sepse ai është në mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu dhe njeriu i cili është në mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, imagjino ti je në mbrojtjen e Zotit dhe subhanallahu, Allah Azza wa Jall është ai që të mbron ty. Domethënë e mira parë e namazit të sabahut është që ai personi njeriu i cili e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu. Prandaj të kemi kujdes t'i dëmtojmë me dorën tonë ose me gojën tonë ato njerëz të cilët janë që e falin namazin rregullisht, e falin namazin e sabahut dhe ato njerëz janë në mbrojtjen e Allahut Subhane Gjelle Gjelalu. Kjo ishte e para. E dyta, e mira dytë e namazit të sabahut ka hadithe të tjera të profetit alayhi sallam. Ai dini se namazi i sabahit është më i mirë se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Është më e vlefshme te Zoti i Madh Gjelle Gjelalu, namazi i sabahut është më e vlefshme dhe është më e mirë sa dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Mbas të hadithit të thënies profetit alayhi salatu wasalam, rakatein fajr ose subh, 2 rekate namazit të mëngjesit, khairun min ad-dunya wa ma fiha, është më e mirë se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të, mbas të hadithit të thënies profetit alayhi salatu wasalam. Imagjino domethënë subhanallahu 2 rekate namaz që ti i fal të mëngjesit
te Allahu subhane xhelle xhelalu janë më të vlefshme se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Dhe imagjinoni çka ka dynjaja në të. Krit pasuria që ka dynjaja, krit të mirat e dynjas nuk mund barazohen me 2 recate namaz të mëngjesit. Kjo ishte e mira tjetër e namazit të sabahut. E mira tjetër e namazit të sabahut është pikërisht edhe ajo që ka hadith profetit alayhi salatu selam, ka transmetime që është një thënie e profetit alayhi salatu selam, i cili thotë burri ka li ummeti fi bukuriha, ju ka dhënë bereqet ummetit tim në mëngjes, në sabah. Do të thonë njeriu i cili ngrehet e fal mëngjesin, e fal sabahun, bashkë me atë që me mirësitë të madhit Zot, e me mbrojtjen e të madhit Zot, dhe është më e vlefshme se çka ka dynjaja, plus Allahu subhanahu xhelle xhelalu, atij njeriu i cili ngrehet e fal mëngjesin, e fal sabahun, atij njeriu Allah azza wa xhel do t'i japi bereqet në rrezikun e vet. Domethënë Rabbul Alamin xhelle xhelalu, atij personi i cili ngrehet mëngjes, e fal namazin e sabahut, atij personi Allahu subhanahu xhelle xhelalu do t'i japi bereqet në rrezikun e vet. Se kemi përmend disa ligjërata që themi thënë që çdo kush e ka rrezikun te Allahu subhanahu xhelle xhelalu, çdo krijesë ka rrezikun te Allahu. Rreziku nga bereqeti ndryshon. Çdo kush ka rrezik, ama jo çdo kush ka bereqet. Çdo kush ka rrezik, ama jo çdo kush ka bereqet në rrezikun e tij. Dhe profeti alayhi salatu selam na ka thënë në hadith të burri ke li ummeti fi bukuriha, ummetit tim ju ka dhënë bereqeti në mëngjes. Ummetit tim, popullit tim, ju ka dhënë bereqeti mëngjes, do të thonë bereqeti muslimanit. Shiko, bereqeti nuk është vetëm te pasuria, se dikush kujton se bereqeti është vetëm në pasuri. Vetëm atë që kemi në banka, vetëm atë që kemi në xhep, vetëm atë që kemi në kulet. Nuk është kjo, vetëm kjo është një prej atyre. Bereqeti është edhe në shëndetin tënd. Bereqeti është edhe në kohën tënde. Bereqeti është në punën tënde. Bereqeti jep bereqet në aktivitetin tënd. Bereqet të fëmijët e tuaj. Më thonë, po të shikoni subhanallahu, vetë kemi provu dhe e provojmë inshallah. Dhe gjithë ato që e kam provu, puna e mëngjesit, kur ngrehesh mëngjes e fal sabahun, nuk flen më. Ngrehesh mëngjes dhe fillon me punët e tuaja të përditshme. E ke bëj ibadetin, mi po fillon me punët e tuaja të përditshme, dikush është amvisën në shtëpi, dikush ka punë për jashtë, dikush dhe shikosh që ke bereqet atë ditë. Pikërisht, në bazë të hadithit profetit alayhi salatu selam, bereqeti i këtij ummeti është pikërisht në mëngjes dhe fillon me namazin e sabahut. Profeti alayhi salatu selam, kur e ka pat bijën vet Fatima radiallahu anha, e cila ka qenë mbështetur në kohën e sabahut, e ka fal sabahun pa mbështet, dhe i ka thënë profeti alayhi salatu selam, o bija ime ngrehu merre bereqetin e Zotit. O bija ime ngrehu dhe merre rrezikun Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra mbas hadithit profetit alayhi salatu selam kuptojmë që njeri aktiv, njeri që është aktiv, njeri i cili është punëtor, njeri i cili është optimist, janë pikërisht ato njerëz që janë të kap me mëngjesin. Janë pikërisht ato njerëz të cilët ngrehen mëngjes, e falin sabahun dhe fillojnë aktivitetin e vet ditor. Dhe po të shikosh për shembull, personi i cili ngrehet në 10, 12 ditës, do shikosh ai është i çorientuar. Do të thonë nuk e di nga t'ja nisi punët nga fillimi. Do të thonë nuk di çka të bëj përpara. Pse? Sepse koha e bereqetit i ka kalu, koha e mëngjesit i ka kalu. Pra, një prej mirave të namazit të sabahut është pikërisht që namazi i sabahut është namazit i cilit ne kemi kohën e bereqetit, kohën pra, siç e ka përmend profeti alayhi salatu selam në hadith. E bjera tjetër namazit të sabahut kush është? Namazin e sabahut dëshmojnë me laqet. Njerëzit të cilët e falin namazin e sabahut, për ato njerëz do dëshmojnë me laqet. Inna al-Qur'an al-Fajr kana al-mashhuda, thot Allah azza wa jalla në ajetin kuranor, inna al-Qur'an al-Fajr kana al-mashhuda. Vërtet, Kur'an al-Fajr këtu e kanë komentuar dietarët namazi i sabahut. Namazi i sabahut thot Allahu subhanahu xhalla xhelalu është do dëshmojnë me laqet. Do të njeriu i cili ngrehet dhe falë namazin për atë person do dëshmojnë me laqet me lejen e Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Po të shikosh edhe nga aspekti tjetër, për shembull, ezani i sabahut, ezani kur thret hoxha ezanin e sabahut ndryshon prej ezanave të tjera, për shembull për kohëve të tjera, prej drekës, ishindis, akshamit, yatsis, ndryshon, nga cilla ndryshon. Po ta shikojmë me vëmendje dhe ta ndëgjojmë me vëmendje, dhe unë jam e sigurt që secili për ju e din që
shtohet në thirrjen e ezanit thuhet es-salatu khairun minan nawm. Namazi është më i mirë se gjumi. Namazi është më i mirë se gjumi. Nga të gjitha aspektet namazi i sabahut është më i mirë se gjumi. Fiton sevapet Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton mirësitë Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton bereqetin Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton mirësitë e mëdha që Allah azza wa xhel ka përgatitur dhe jep besimtarit, plus asaj edhe nga ana shëndetësore kanë vërtetuar nga ana mjekësore, shëndetësore është vërtetuar që njeriu i cili ngrehet mëngjes, ai njeri është më pak i rrezikuar prej infrakteve të ndryshme. Kjo është vërtetuar prej njerëzve që janë kompetent, prej mjekëve të cilët janë kompetent. Dhe kanë vërtetuar njerëzit të cilët ngrehen mëngjes dhe kanë aktivitet mëngjes, ato njerëz janë më pak, domethënë janë më të mbrojtë ose kanë më pak sulmet ose infraktet ndryshme që Zoti na ruaj që mund t'i ndodhi njeriu. Pra, shikoni të mira të tjera që ka pra namazi ose ngritja mëngjes kur njeriu e fal namazin. Tjetër, thot profeti alayhi salatu selam një hadith tjetër thot kush e fal namazin e sabahit, thot kush e fal namazin e sabahit dhe shkon, sidomos për burrat që ke shumë mirë, po të shikosh, më vjen keq ta them këtë fjalë, ama ky është realiteti jon që ne po jetojmë. Ti shikosh xhamia tona në kohën e sabahut, nuk ke shumë safa ose nuk ke shumë xhamatli, të cilët e falin namazin e sabahut me në xhami. Sidomos flas për burrat. Ta dinin se çka mirësie ka falja e namazit me xhamat dhe sidomos namazit sabahut. Ta dinin se çka mirësie ka, kishin me shku jo me kam në xhami, po kishin me shku zvarr, duke u zvarrit në xhami. Aq mirësi dhe aq shpërblim kanë te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam i cili thot beshiri masha'in. Thot profeti alayhi salatu wasalam, përgëzoni ato të cilët ecin natën nëpër xhamia, dhe këtu flitet thot edhe namazin e sabahit, thot përgëzojnë ato njerëz me çka? Binur, thot min Allah yawm al-qiyama, Allah azza wa jall do t'i japi dritë ditën e kiametit atyre njerëzve të cilët shkojnë e falin namazin e sabahut me namazin e mëngjesit. Ato njerëz të cilët e falin namazin e mëngjesit, ato njerëz edhe i demoralizojnë shejtanin. Ato njerëz e demoralizojnë shejtanin, njerëzit të cilët ngrehen e falin sabahun, ngrehen edhe lexojnë Kur'an. Ato njerëz në atë kohë e demoralizojnë shejtanin. Pse them e demoralizojnë shejtanin? Sepse shejtani knaqet kur muslimani nuk ngrehet ta fali namazin e sabahut. Knaqet. Kur them knaqet, ka transmetime, ka hadithet profetit alayhi salatu wasalam, i cili sallallahu alaihi wasallam një hadith thot ato njerëz të cilët nuk e falin namazin e sabahut, shejtani çka bën? Urinon vesh. Ka transmetime të hadithet profetit alayhi salatu wasalam. Se dash do thot dikush, po kush e ka pa shejtanin që është rrena më e madhe, hilja më e madhe që i ka bërë shejtani njerëzve. A dini kush është hilja më e madhe që shejtani ka bërë njerëzve? Është që njerëzit ta mohojnë që ka shejtan. Kjo është hilja më e madhe që shejtani ka arrit te disa njerëz mjashti, në mendje dhe në veshin edhe në zemrën e tyre që nuk ka shejtan. Kjo është hilja më e madhe që ka bërë shejtani disa njerëzve. Pra, profeti alayhi sallam në këtë hadith tregon shumë qartë, njerëzit të cilët nuk e falin namazin e sabahut, në kohën e vet i urinon shejtanin vesh, ka hadithe transmetime. Do të thonë, këtu tregohet që shejtani krenohet dhe shejtani gëzohet kur njeri muslimani nuk e fal namazin e sabahut në kohën e vet. Pra, njeriu i cili, unë jam e vetëdijshme që ndoshta ka kaluar një vak, kalon një sabah, dy sabah, më t'i kaloj muslimanit sabahat e shumta, Zoti na falt, Zoti na rujt. Kjo është prej shenjave të munafiqllakut. Njeri i cili nuk e fal namazin e sabahut në kohën e vet me plot vetdije. Me plot vetdije. Nuk po them për ato që nuk e kanë dëgjuar telefonin ose i ka dalë gjumi vonë, kanë arsye. Ne flasim për ato njerëz të cilët e ndigjojnë hoxhën shumë mirë, flas për ato njerëz që e ndigjojnë orën sahatin shumë mirë, që ka ra, zilja dhe nuk ngrehen. Këto kanë përgjegjësi të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe nëse kjo ndodh shumë herë dhe dikujt i ndodh për herë, këto janë shenjat, sipas transmetimeve, këto janë shenjat
e munafiqllëkut ose dyftyrësisë së njeriut. Zoti na rujt, inshallah. Prandaj të kemi kujdes që jemi të obliguar ta ruajmë çdo namaz. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Thot Allah azza wa jalla, ruajeni namazet. Kujdesuni për namazet. Dhe midis tyre dhe namazin e sabahut. Unë jam e vetëdijshme për këtë që secila prej nesh mundohet, ama sidomos kemi kujdes. Namazin e sabahut kur na hikin shumë mirësi, na hikin shumë bereqete, na hikin shumë të mira, na hik koha më e mirë, na hik vakti më i mirë që Allahu subhanahu xhella xhelalu e ka rezervu për besimtarin. Prandaj këto ishin disa të mira për sa i përket namazit të sabahut. Tash unë jam e vetëdijshme që ose her pas here na bën pyetje të tilla që mundohem ngrehem ta fali namazin e sabahut, ama nuk mundem. Dhe shikoj veten që në ora 8-9 mëngjesit ose 7 mëngjesit më ka dalë gjumi dhe haj vetin. Çka të bëj që të ngrehem ta fali namazin e sabahut në kohën e vet, sepse shumica e njerëzve vujnë nga ky aspekt, sidomos sot në këtë kohë që jemi tu jetu, vujnë për se nuk ngrehen dot në kohën e namazit të sabahut. Ose ke për atyre njerëzve që kemi dëgjuar që thot kam ne të pa gjumë gjithë natën dhe në kohën e sabahut nga zon gjumi. Dhe disa dhe unë jam e vetëdijshme që i ndodhen shpesh kjo gjë shumë njerëzve. Ndodhen shpesh, Zoti na rujt. Çka të bëj thot që ta fal namazin e sabahut në kohën e vet? Unë kisha më dhënë disa këshilla, vetë tim edhe juve. Nëse vujmë nga aspekti që nuk mund të ngrehem ta fal namazin e sabahut në kohën e vet, unë e këshilloj vetin tim pastaj edhe juve t'ju jap disa këshilla. Këshilla e parë, mundohemi të flejmë me abdest. Këshilla e parë, domethënë flejmë me abdest, flejmë domethënë duke e pastru trupin tonë. Këshilla e dytë, kush është? Këshilla e dytë, të bësh sa më shumë dhikr. Përmendesh Allahun subhanahu xhella xhelalu. Ta përmendim të madhin Zot xhella xhelalu në momentin që bim në gjumë, themi bismillah, ti bëjmë ato lutjet, ato thënjet që ne i dim, edhe ta mbyllim natën tonë me hajër, me mirësi. Pse? Ka transmetime hadithet profetit alayhi salatu wasalam që momentin që njeriu bjen, momentin që njeriu flen, përpara se me flet thot ka melaqe të cilët thon mbyllet ditën tënde me mirësi. Pastaj vjen shejtani dhe thot mbylle ditën tënde me haram. Prandaj gjithmonë e kujtojmë atë thënien e bukur të asajt dietare të këtij umeti, pavarësisht se shumë pak e njohin, e ka pas emrin Zeynep, flas për kohët e përparshme, ka thënë një thënie shumë të bukur e cila thot ahlal ibada ala al-makhada. Ibadeti më i mirë është kur i vej kokën në jestik. Pse? Sepse momenti që ti bjen me bismillah, momenti që ti e përmend Allahun xhella xhelalu përpara se me ra në gjumë, për ty rrin me laqet. Luten me laqet derisa të ngrehesh. Dhe nuk prandaj kur ti bjen me abdes, bjen me bismillah, e përmend Allahun subhanahu xhella xhelalu, i ke me laqet afër teje dhe nuk ke shejtanin afër teje. Pra nuk lejohet, edhe kjo ndodh sot. Nuk mundesh ti asun ta falin sabahun kohën e vet, nëse un kam rënë gjumë me ato kufjet i kam vënë vesh me muzika të ndryshme ose me seriale të ndryshme dhe mund ka zënë gjumi me atë serialin, me atë muzikën, dhe hala unë flej dhe ato halat si cirojnë në veshin tim dhe nuk ka shanse që unë ngrehem ta fali mëngjesin kohën e vet. Nuk ka shanse që unë të ngrehem ta fali në këtë lloj mënyre, jo. Në këtë lloj mënyre më prit ta falësh mëngjesin kohën e vet. Nëse mbyll ditën në këtë lloj mënyre, nuk të siguroj që 90% nuk mund ngrehesh ta falësh sabahun kohën e vet. Pa abdes, pa përmend Allahun subhanahu xhella xhelalu, pa bë dhikr, pa ju lut Allahut azza wa jalla, ya Rabbi, kush prej nesh thot përpara se me ran gjumë, kush prej nesh thot ya Rabbi, ma bëjt mundëm ngrehem ta fal namazin e mëngjesit në kohën e vet. Valla billa unë jam e sigurt, nëse bjen me abdes, nëse bjen me dhikr, ta përmendesh Allahun azza wa jalla xhelalu, nëse i lutesh Zotit madh xhella xhelalu, ti thush ya Rabbi, mbëj ta ngrehem sinqerisht, duan sinqerisht, ngrehem ta fal namazin kohën e vet. Dhe nëse bjen herët, sepse ne flenë ora 1 natës, 12 natës, 3 natës, atëherë është shumë pak mundësi ka të ngrehem ta fali namazin kohën e vet. Shumë pak mundësi ka që të ngrehem ta fal sabahun kohën e vet. Prandaj të kemi kujdes. Pra, marrësh abdes, ta përmendesh Allahun subhanahu xhella xhelalu, ti lutesh Allahut azza wa jall që të ndihmoj që të ngrehesh ta falësh sabahun dhe ti marrësh ato sebepe tjera
ta vesh një alarg, po mos e vete koka, largoje pak më larg, që kur të bjerit të ngrehesh me lejen e Allahut subhane xhelle xhelalu dhe momenti që ti çele syt, nëse të ka dalë gjumi, sepse ka shumë njerëz që thotë, po i hapa syt, po pastaj më zuri gjumi prap. Jo, momenti që ti e çele syt, në atë moment përmend Allahun subhane xhelle xhelalu. Në atë moment thuaj salatu khairu minan nawm, thush namazi është më i mirë se gjumi. Në atë moment kujtoje mirësitë, begatitë që ke për të marrë në kur do falësh namazin e sabahut. Pra, nëse ne i bëjmë këto sebepe, nëse i marrim ne këto sebepe, valla, inshallah me lejen e Allahut azza wa jall do të jemi të rregullt në faljen e namazit të sabahut, që mos na hiki ky shpërblim i Allahut azza wa jall, mos na hiki kjo mirësi. Allahut azza wa jall shpërblim me këtë dynja do kesh, shpërblim në ahiret. Mirësi me këtë dynja do kesh, mirësi në ahiret. Risk në këtë dynja do kesh dhe riskun më të madh inshallah do kesh në ahiret, mëshirën, xhenetin e Allahut subhane xhelle xhelalu. Allahu ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Zoti ju shpërblet.